Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi se nanoteknologjia është një fushë premtuese për të ardhmen e Shqipërisë. Ajo vlerësoi rolin e Akademisë së Shkencave dhe projekteve Nano Albe, Nano Ballkan, që kanë krijuar bazën për zhvillimin e nanoshkencës në vend. Lumi Vjosa u përfshi zyrtarisht në programin Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s, duke u bërë pjesë e listës së trashëgimisë botërore. Ky status shënon një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e saj, si dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Operatorët turistik pohojnë se ky vendim do të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Në portin e Sarandës mbërriti sot kruaziera amerikane Silversi me rreth 400 turistë në bordin e saj. Ania erdhi nga Korfuzi, ndërsa vizitorët shijuan atraksionet kryesore të zonës si Butrinti, Syri i Kaltër dhe Kalaja e Lëkursit. Kjo është vizita e dytë e Silversit në Sarandë këtë vit pas asaj të korrikut. Në Dropull, rritet e rilindjes, pagëzimit, fejesës, martesës dhe ceremoni mortore përfaqësojnë gjithë ciklin e jetës së banorëve. Një nga fazat kryesore të dasmës tradicionale është rriti i kulaçit, i cili përgatitet nga anvisat, një zakon që familjet e ruajnë dhe transmetojnë brez pas brezi. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi se nanoteknologjia është një fushë premtuese për të ardhmen e Shqipërisë. Ajo vlerësoi rolin e Akademisë së Shkencave dhe projekteve Nano Albe e Nano Ballkan, që kanë krijuar bazën për zhvillimin e nanoshkencës në vend. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi sot se nanoteknologjia përfaqëson një fushë shkencore të re dhe premtuese për të ardhmen e Shqipërisë. Kumbaro mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë që zhvilloi punimet sot në Tiranë me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, antarëve të Akademisë së Shkencave, si dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ministria Kumbaro theksoi angazhimin e fakulteteve të shkencave eksakte dhe inteligjencës artificiale për ngritjen e mëtejshme të nivelit të kërkimit dhe zhvillimit në fushën e nanoteknologjisë në vend. Ajo vlerësoi veçanërisht rolin e Akademisë së Shkencave, e cila përmes projekteve Nano Albe dhe Nano Ballkan ka krijuar një bazë të fortë për zhvillimin e nanoshkencës në Shqipëri. Jam e vetëdijshme që në këtë kopësht të madh të dijes, Shqipërisi duhet të gjejë pemën e duhur ku kjo shkencë lullzoi për krah inteligjencës artificiale dhe degëve të tjera të shkencave që në fakt po skalisin shekullin e 21. Megjithatë, këtu nuk do të futem as pak në fushën e përgjegjësisë të diellës. Ama unë besoj që këtë pemë jam e bindur do ta gjejmë bashkë, duke bashkëtuar në politikë bërje, në botën akademike, në tregun dhe industrinë, siç e kemi thënë shpesh, por tani ka ardhur vërtet momenti që ta realizojmë. Dhe në këtë përpjekje për të krijuar këtë energji, më lejoni të them që në radh parë dua të shpreh mirënjohjen e thellë Akademisë së Shkencave që mirëpriti në kopshtin e vet filizat e kësaj iniciative, Nano Albe dhe Nano Ballkan, për të krijuar një qendër nanoteknologjie në Shqipëri, por mendoj se tani është koha që ta ngrejmë në nivel edhe tjetër, duke përfshirë kontributin e universiteteve shqiptare, universiteteve të rajonit, me fakultetet apo departamentet e shkencave eksakte dhe të inteligjencës artificiale. Është shumë e rëndësishme të përfshihen studiuesit e rinj, siç e tha me drejt profesoresha nga Akademia e Shkencave, në nivelet e ciklit dytë, të tretë, por edhe në atë të nivelit postdoktoral të kërkimit shkencor. Ky kongres shënon një hap të rëndësishëm në drejtim të zhvillimit të inovacionit dhe kërkimit shkencor në Shqipëri, me fokus në teknologjitë e së ardhmes si nanoteknologjia dhe inteligjenca artificiale. Zbardhet e autorësia e vrasjes së biznesmenit italian në Tepelen shpallet në kërkim një 48 vjeçar nga Mesapliku i Vlorës. Hetimet e shpejta dhe të koordinuara mes policisë dhe prokurorisë së Gjirokastrës kanë çuar në zbardhjen e rrethanave të vrasjes së biznesmenit italian,
44 vjeç, i cili u gjeti pa jetë pas mesnatës së 26 shtatorit në vendin e quajtur Qafa e Dilanit në aksin rrugor një vit salari. Sipas burimeve zyrtare, autori i dyshuar i krimit është identifikuar si KS 48 vjeç, banues në fshatin Mezaplik të Vlorës, i cili tashmë është shpallur në kërkim. Dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, ai ka qelluar me armë në drejtim të viktimës dhe të shoqëruesve të tij, duke lënë Esën të vdekur në vend. Gjatë kontrolleve dhe veprimeve procedurale, policia sekuestroi automjetet e viktimës dhe të shoqëruesve të tij, 2 armë gjahu në vendngjarje, automjetin dhe veshjet që dyshohet se autori ka përdorur gjatë krimit, të fshehura në një stan malor mes fshatrave Nivicë dhe Bolen, një çantë me dylbi infra, dylbi termike, mbajtëse armëve dhe elektrikëdore. Në banesën e të dyshuarit dhe të familjarëve të tij janë gjetur rreth 2.5 milion lek dhe euro, 3 armë gjahu, municion luftarak, 450 para të dyshuara kanabis, si dhe 2 kasaporta. 48 vjeçari do të përballet me akuza të rënda, mes tyre vrasje në rrethana të tjera cilësuese, kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve dhe municionit, prodhim dhe shitje narkotikëve. Ndërkohë vijon puna intensive e policisë së shtetit në bashkëpunim me policinë e Vlorës dhe departamentin e policisë kriminale për kapjen e autorit të dyshuar. Materialet i janë referuar prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme. Lumivjosa u përfshi zyrtarisht në programin Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s, duke u bërë pjesë e listës së trashëgimisë botërore. Ky status shënon një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e saj, si dhe për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Operatorët turistik pohojnë se ky vendim do të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin turistik të kësaj zone. Vjosa, një nga lumenjtë e fundit e egër në Europë, tashmë ka hyrë në historinë e trashëgimisë botërore. Me vendimin e UNESCO-s, ajo është përfshirë në programin Njeriu dhe Biosfera, duke u shpallur një pasuri që i përket jo vetëm Shqipërisë, por mbar njerëzimit. Ky status tashmë i jep Vjosës një mbrojtje të veçantë dhe e kthen në një simbol të bashkëtesës midis natyrës dhe njeriut. Fa një punë të madhe për gati 4 vite të Universitetit të Bokut, Universitetit të Tiranës, pra shkencëtarëve ndërsi që u përfshin të proces, organizatave shoqërisë civile dhe mbi gjitha qeverisë shqiptare që e përqafoi këtë nismë përpos faktit që e shpalli Vjosa në park kombëtar, u arrit që Vjosa të merrte këtë status kaq të veçantë dhe kaq të bukur, e cila në thelb përkufizon, si thuash, vlerat unikale të këtij lumi të egër, pra të paprekur deri më sot, përkufizon ndërveprimet njerëzore të banorëve dhe vetë lumit dhe natyrisht edhe kulturës së saj në gjithë dimensionet, si ato shpirtërore dhe ato materiale. Avantazhi i të qenurit në UNESCO natyrisht është përveç se mbrojtjes asaj që ti posedon, pra të gjithë karakterit natyral dhe geografik dhe material që posedon territori mbrojtur, pra zona e cila është pjesë e UNESCO-s, dhe kjo njihet globalisht tani, duke u përfshirë në atë listën e, po themi, gati 130 vendeve të cilat e kanë një status të tillë, pra vende si Shqipëria gëzojnë një status të tillë që kanë habitate të cilat janë të përfshira në këtë program, pra Njeriu dhe Biosfera. Ta kthejnë vërtet një vlerë unikale siç është ajo në të vërtetë për të shërbyer pa diskutim dhe ekonomisë, që është më e rëndësishme. Pra nga ana tjetër, operatorët turistik që operojnë në këtë zonë pohojnë se ky vendim do të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin e turizmit. Kjo po ndihmon shumë, sidomos në promovimin e përmetit, por jo vetëm të përmetit dhe zonat të rreth e rrotull. Ne ka pasur përfitime si nga ana monetare, por përpiqemi që përfitimet që janë ne të investojmë që njerëzit ta njohin shumë si Lugin. Ky ishte një lajm shumë i gëzuar për ne, na gëzoi shumë. Me shpalljen e Vjosës, pjesë të UNESCO-s, Shqipëria forcon jo vetëm vlerat e saj natyrore, por edhe identitetin si një vend që di të mbrojë pasuritë e rralla. Në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia solli në vëmendje pasurinë më të çmuar të identitetit ton kombëtar, që na lidh me rrënjët, historinë dhe shpirtin e vendit ton. Ministri i MTKS-s ndau në rrjetet sociale një kolazh imazhesh të kostumeve e vallave tona folklorike, si dhe të disa prej siteve të trashëgimisë kulturore.
Është detyrë dhe përgjegjësi e përbashkët ta mbrojmë, ta promovojmë dhe ta përcjellim me krenari tek brezat që vijnë, duke bërë Shqipërinë një ur dialogu e bashkëpunimi kulturor me botën, u shpreh online ministri Gonxha. Krahas pasurive shqiptare që njihen e vlerësohen në kuadër të UNESCO-s, ka edhe një përkujtesë të përvitshme kushtuar trashëgimisë kulturore në rangun kombëtar. Çdo 29 shtator vëmendja përqendrohet në dëshmitë e identitetit kulturor të Shqipërisë, të shfaqura në të trija dimensionet e tij: material, shpirtëror dhe natyror. Drejtoria e përgjithshme e arkivave kujton se si shtys për shpalljen e ditës kombëtare të trashëgimisë kulturore ka shërbyer akti sublimi ushtarakut shqiptar Kamber Bënja, i cili në vitin 1916 mbrojti pasurit e Apolonis nga vjedhja. Ndërkohë që në këtë ditë të gjitha objektet e trashëgimisë kulturore kanë qenë të hapura dhe janë vizituar pa pagesë nga turistët që vinë në Gjirokastër, ndërsa në Saran, dita kombëtare e trashëgimisë kulturore ka rikthyer nxënësit e shkollave, të cilët kanë marrë pjesë në veprimtari artistike të dedikuara trashëgimisë. 29 shtatori shënon ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore, një ditë e veçantë për të festuar, nderuar dhe promovuar pasuritë e çmuara kulturore të Shqipërisë. Në qendër të kësaj dite qëndron përkushtimi, pasioni dhe sakrifica e atyre që kanë dhënë dimesën e tyre në mbrojtjen e trashëgimisë, qoftë në dije e punë e deri tek ata që kanë sakrifikuar jetën. Në kuadër të kësaj dite, hyrja në Kalan e Gjirokastrës ditën e sotme pra është pa pagesë, një mundësi që është mirëpritur dhe vlerësuar edhe nga turistët e shumt, të cilët sot janë bërë pjesë e këtij udhëtimi kulturor. Një kala fantastike, na pëlqeu çdo cep i saj, plot me histori dhe objekte, një vizitë që do na mbetet gjatë në mendje. Very beautiful. Kjo kala është me të vërtetë mrekullueshme. Pamjet janë fantastike dhe ndjen historinë kudo rreth e rrotull. Vizita këtu ka qenë një eksperiencë mrekullueshme dhe hyrja falas e bëri edhe më të veçantë. Gift for us from Albania. Është një vend me të vërtetë mrekullueshëm. Na ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë kalaja dhe atmosfera e saj historike. Faleminderit edhe për dhuratën e bukur të hyrjes falas. Na i bëri vizitën tonë edhe më të këndshme dhe e shijuam çdo moment qëndrimin këtu. Nga ana tjetër, Vasopolo, inxhinier pranë drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore në Gjirokastër, pohon se për t'i ruajtur këto objekte janë marrë edhe një sër masash. Sot, po siç e shikoni edhe vetë, në Kalan e Gjirokastër hyrja është falas. Kjo bëhet për të promovuar sa më shumë madhështinë e kësaj kalas dhe trashëgimisë sonë kulturore. Për ruajtjen e këtyre siteve dhe të monumenteve të kulturës, drejtoria jonë ka marrë një fushat të madhe e cila bëhet me mbajtjen e të gjithë objekteve si në Gjirokastër, Tepelen, Përmet dhe në sitet kryesore Antigone, Kala dhe Gjirokastër. Mbajtja e këtyre dhe kujdesi i veçantë duke i mbrojtur 29 shtatori nuk është vetëm një ditë feste, por edhe një kujtesë e fortë për përgjegjësinë që kemi të gjithë në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore. Saranda përjeton zgjatimin e sezonit turistik për te muajve të verës. Këtë ka treguar edhe prania e vizitorëve në institucionet e trashëgimisë kombëtare që janë Muzeu i Traditës e Arkeologjisë dhe Galeria e Artit. Për Lefter Çekon, drejtuesin e këtij kompleksi muzeal, këto institucione pritën vizitorë të huaj gjatë gjithë kësaj jave të fundit të shtatorit, por sidomos turistët e vjeshtës që janë kryesisht nga vendet skandinave. Në këto ditë të bukura të vjeshtës, që dielli vazhdon të ngrohë, njëkohësisht edhe deti është me plot njerëz që notojnë, edhe muzet tona në këtë ditë të trashëgimisë kulturore për vendin tonë, është gjithmonë me vizitorë të shumë që interesi tyre është në shkallën më të lartë për të njohur vlerat në trashëgiminë kulturore, të traditës, të arkeologjisë, të veprave të artit. Pra, janë ditë që neve na bën shumë përshtypje, vizitorët e shumt që kemi këto ditë nga vendet skandinave, që karakteristike është që janë moshe e madhe dhe interesimi i tyre është shumë i lartë
për të njohur të vlerat që ka ky vend dhe sidomos në këto muze tona lokale të qytetit të Sarandës. Neve këtë ekspozit që kemi konkretisht në galeri, për efekt të kërkesave e kemi shtyr edhe disa ditë të tjera që do të jetë deri në datën 4, do të thënë në fund të javës të këtij tetori. Interesimi i tyre është jo vetëm për dritën, por edhe për vlerat që mbart ky qytet i ynë me veprat, me reliket të gjitha kohrave. Shtatori, sidomos dita kombëtare e trashëgimisë kulturore, ka kthyer në këto institucione shkollarët. Ata kanë bërë vizita, ndërkohë që janë përfshirë edhe vetë në veprimtari dedikuar trashëgimisë dhe zhvillimit të prirjes së tyre në arte figurative. Në portin e Sarandës mbërriti sot kruaziera amerikane Silversi me rreth 400 pasagjerë në bordin e saj. Ania erdhi nga Korfuzi, ndërsa vizitorët shijuan atraksionet kryesore të zonës, si Butrinti, Syri Kaltër, Kalaja e Lëkursit e të tjerë. Kjo është vizita e dytë e Silversit në Sarandë këtë vit pas asaj të korrikut. Në portin e Sarandës mbërriti sot kruaziera amerikane Silversi, një anije kapacitetit të mesëm me rreth 400 turistë nga SBA, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia. Anija erdhi nga Korfuzi, ndërsa vizitorët shijuan disa prej atraksioneve më të njohura të zonës, si Kalane e Lëkursit, Syrin e Kaltër dhe Parkun Antik të Butrintit. Kjo është vizita e dytë e Silversit në Sarandë pas ndalesës së parë në muajin korrik. Anija e sotshme që ka ardhur në portin e Sarandës është një anije nga kompania Silversit. Kjo anije është një anije mesme me kapacitet diku te 400 persona. Kjo anije ka qenë edhe para 2 muajsh në portin e Sarandës. Sot anija erdhi në orën 9 të mëngjesit, edhe pasagjerët zbritën të organizuar nga kompani turistike duke vizituar Kalane e Lëkursit, Syrin e Kaltërt edhe qytetin antik të Butrintit. Shumica e turistëve janë amerikan, kanadez, britanik dhe australian. Ka dhe anije të tjera, do vinë më vonë në tetor. Anija do të vijojë udhëtimin e saj në mesdhe me destinacionin e radhës Kroacin. Sipas burimeve portuale, kjo është kruaziera e fundit për muajin shtator, por pritet që lëvizja e anijeve turistike të vazhdojë edhe në tetor e nëntor. Nga janari deri në shtator, është shënuar një rritje e dukshme e fluksit të turistëve me 21.5% më shumë pasagjerë dhe një rritje edhe më lart për mjetet, në masën 47.5%, krahasuar me një vit më parë. Sezoni i këtij viti do të mbyllet më 22 dhjetor, me ardhjen e kruazierës së fundit për 2025-ën, periudha më e gjatë turistike deri më sot për portin e Sarandës. Sot shënohet dita botërore e sëmundjeve të zemrës, e cila synon ndërgjegjësimin dhe edukimin mbi parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Ekspertët thonë se këto sëmundje janë kryesisht të parandalueshme duke shmangur vdekjet e parakohshme. Dita botërore e zemrës mbahet çdo vit më 29 shtator në nivel global me qëllim ndërgjegjësimin, informimin dhe edukimin e njerëzve lidhur me sëmundjet kardiovaskulare. Në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kujdesi për shëndetin kardiovaskular është një nga shtyllat kryesore të misionit. Doktoresh Daniela Teferici, mjeke kardiologe pranë QSUT-s, u shpreh se çdo ditë ekipet e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë punojnë me profesionalizëm për të ofruar diagnostikim, trajtim dhe ndërhyrje të avancuara që shpëtojnë jetë. Sëmundja kardiovaskulare vazhdon të mbajë vendin e parë për sa i përket sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë dhe në vendet e zhvilluara, pra, kudo në botë, por akoma më keq janë shifrat në vendet në zhvillim, ku bën pjesë dhe vendi jonë. Dhe shfaqja e sëmundjes në një moshë më të re ka të bëjë me stilin e jetesës, ka të bëjë me mënyrën e ushqimit, ka të bëjë me paksimin e lëvizjes. Doktoresh Teferici theksoi në mesazhin e saj parandalimin primar si një hallkë shumë e rëndësishme në eliminimin e faktorëve të rrezikut që çojnë në sëmundshmërinë kardiovaskulare. Sipas saj, ta faktorë janë obeziteti, stili jetesës, jeta sedentare, mënyra e ushqyerjes dhe niveli i aktiviteteve sportive që kryen.
Parandalimi primar është shumë i rëndësishëm dhe kur themi për parandalim primar, flasim për minimizimin apo eliminimin e faktorëve të rrezikut që çojnë në sëmundshmërinë kardiovaskulare, të cilët janë obeziteti, stili jetesës që çojnë në obezitet dhe një jetë sedentare. Këto përbëjnë dy shtyllat kryesore të stilit jetesës, mënyra si ushqehemi dhe sa sport bëjmë. Faktorë të tjerë është duhanpirja. Gjithashtu është trajtimi i sëmundjeve të cilat bëjmë pjesë në faktorët e riskut të sëmundjes kardiovaskulare, që është trajtimi i hipertensionit, e para është diagnostikimi, se ka shumë njerëz të cilët nuk e dinë që vuajnë me hipertension, diagnostikimi dhe trajtimi i hipertensionit, dhe një sëmundje tjetër është gjithashtu dhe diabeti. Diabeti duhet konsideruar, duhet marrë seriozisht, duhet mjekuar në bashkëpunim me mjekun. Gjithashtu është trajtimi i yndyrnave. Bëhet dhe një lloj grupëzimi i personave që janë me risk të lartë apo me risk shumë të lartë për sëmundje kardiovaskulare, të cilët patjetër që duan një trajtim, dhe personave që kanë risk të ulët në bazë të vlerave të lipidogramës, pra nivelit të kolesterolit në gjak. Ndërgjegjësimi popullatës është një faktor shumë i rëndësishëm për sa i përket parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare, ngrënie e shëndetshëm dhe lëvizje. Dita botërore e zemrës gjithashtu synon të promovojë masa parandaluese që zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Sot në botë të gjithë ekspertët e shëndetësisë besojnë se sëmundjet kardiovaskulare janë dukshëm të parandalueshme, duke evituar një numër të madh vdekjesh të parakohshme. Ndjekja e një programi profesional të jep mundësi për të hyrë shpejt në tregun e punës në krahasim me ata që përfundojnë arsimin e përgjithshëm. Të dhënat nga shkolla e mesme Thoma Papapano flasim për mbi 60% të nxënësve të punësuar në profesionet e tyre, menjëherë pas përfundimit të studimeve. Praktika është një komponent i rëndësishëm në formimin e nxënësve që ndjekin arsimin profesional dhe për këtë ndihmon biznesi. Zhvillimi i 40 deri në 50% të orëve mësimore për krah zanatçinjve me përvojë i pajisë ata me njohuri të vlefshme, duke u dhënë mundësinë të jenë gati për tregun e punës. Burime nga shkolla profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër bëjnë të ditur se mbi 60% të nxënësve që përfunduan studimet në qershor sot i gjen duke ushtruar zanatin e tyre. Bashkëpunimi i shkollës me biznesin bëhet në mënyrë të strukturuar me një kontratë midis shkollës dhe biznesit. Bizneset na ndihmojnë të ndjekim kurrikulun praktike të mësimit profesional të nxënësve dhe ne monitorojmë procesin gjatë gjithë kohës. Në fund bëhet vlerësimi nëpërmjet një testimi apo provim, siç është thënë historikisht, dhe kjo bëhet edhe me pjesëmarrjen e komponentit biznesit në auditorin e provimit. Praktika në biznes ndihmon njëkohësisht për dy element të rëndësishëm. E para nxënësit mësojnë, dhe së dyti biznesi njeh punëtorët e ardhshëm. Krijojnë marrëdhënie pune, njohje reciproke, dhe punësimi bëhet shumë i lehtë në mbarim të shkollës. Në mbarim të shkollës, nxënësit pajisen me certifikat që i lejohet të punojnë brenda strukturës së tyre, dhe mbi 70% e nxënësve të shërbimit të mjeteve motorike janë të punësuar aktualisht. Gjithashtu, mbi 60% e nxënësve që mbarojnë drejtimin termohidraulik gjejnë vend pune pothuajse menjëherë. Ndryshe nga bashkëmoshatarët në gjimnaze, këtyre të rinjve u jepet mundësia të punojnë me kohë të pjesshme në biznese, duke siguruar edhe të ardhura personale. Gjatë kohës që nxënësin përfshihen në praktikën profesionale, bizneset kanë mundësi dhe bëjnë që i punësojnë me kohë të pjesshme një pjesë të nxënësve që ju kanë përqyer për aftësitë e tyre të shfaqura në punë. Kjo është në ndërmesën e dy palëve. Edhe për nxënësit që fillojnë të kuptojnë realisht nocionin ekonomik të aktivitetit të tyre, po dhe për biznesin, sepse kompensojnë një pjesë të fuqisë punëtore. Shkolla profesionale Thoma Papapano u jep mundësinë të rinjve të zgjedhin mes 5 programeve për të cilat tregu ka kërkesa: shërbime në mjete transporti, elektroteknik, instaluesi sistemeve termohidraulike, TIK dhe hoteleri turizëm. Për zhvillimin e praktikave profesionale në këto deg, ky institucion ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me 40 biznese që operojnë në Gjirokastër. Qamil Mema, 84 vjeç nga fshati Valare, është një shembull i gjallë i përkushtimit, punës dhe dashurisë për jetën. Dikur muzikant, ndërsa sot ai e kalon ditën në fushat e fshatit, duke kujdesur për bagëtitë e tij.
Një traditë familjare që ajeruan me shumë dashuri, por ajo që e bën edhe më të veçantë këtë njeri është pasioni i tij për leximin. Qamil Mema është një shembull i rrallë i njeriu që ka kaluar nëpër etapa të jetës, duke provuar profesione dhe role të ndryshme me pasione për kushtim. Sot në moshën 84 vjeçare, ai jeton në fshatin Valare, ku e gjejmë të angazhuar në fushat e gjelbëruara duke u marrë me blegtori. Kam qenë muzikant që vërteta, pasaj ka vati minier, do në pension andi, tani jam në pensionist. E me lo vete unë qaper, shtyje kom për vetime. Po 2 orë, 3 orë mëngjes edhe 2-3 orë mbas dite. Kaq, edhe malli edhe ndihmojmë. 5 krerë ka lopë. Kam qenë një 3 sot e një 2 kam shpi. Ka një 6 edhe nai e këto lopë, me ato shtyje. Se unë që vërteta jam në koshën e Tipelenës. Dhe kam një 15 vjetë që kam ardhur në Valare. Edhe këtu me gjatë shtyjem këtu. Koha është e mirë, asti, vend varianti këtu i me mirë, që në gjithje s'kemi këtu. Edhe gjatë periudhës së dimrit ju i kullosni? Po, shtim gjëna e dimrit. Mere me to. Shumë dhe ndalë jashtë, po e lopët të të hena pak, sa ke mundësi. Në kohën e lirë, ndërsa kujdeset për bagëtin, ai lexon libra, një zakon që ushqen mendërisht dhe shpirtërisht. Po, në gjithë shtyrim ati s'ka që bërë, ku ka mundësi, lexojmë shtyrim kohën. Është e vështirë që një 84 vjeçar të merret me kullotjen e bagëtive? More, po me që jam këtu në fshat, s'ka që pa tishe në qytet, janë të shtyshim me një domino, me një shokëria, po bërë që jam më mirë këtu. Historia e Qamil Memës është një dëshmie e thjeshtësisë, punës së ndershme dhe pasionit për jetën, pavarësisht moshës apo kohës që kalon. Në Dropull rritet e lindjes, pagëzimit, fejesës, martesës dhe ceremoni mortore përfaqësojnë gjithë ciklin e jetës së banorëve. Një nga fazat kryesore të dasmës tradicionale është edhe riti i kulaçit, i cili përgatitet nga anvisat, një zakon që familjet e ruajnë dhe transmetojnë brez pas brezi. Rritet e lindjes dhe të pagëzimit, të fejesës dhe të martesës, si dhe rritet në ceremoni mortore, përfaqësojnë dhe shprehin gjithë ciklin e jetës të banorëve në Dropull. Stina e verës nuk shënon vetëm kthimin e emigrantëve në vendlindje, por përkon edhe me sezonin e dasmave këtu në Dropull. Një sezon që shoqërohet me ruajtjen e traditës, me kultivimin e rriteve në përkishat e fshatrave tona. Një nga fazat kryesore të rritit të dasmës tradicionale në Dropull është edhe riti i kulaçit. Po çfarë shpreh dhe përfaqëson ky rit? Është traditë në çdo dasëm që në vitet e para gjithmonë në gjithë jetën e bëjnë kulaçin. Kur prifti, kur orëzon dhëndërin dhe nusen, kulaçi është atje edhe vera. E bekon prifti, e presin në kryq, pastaj e coptojnë dhe i ndajnë tërë njerëzve të ftuar. Zonja Vasillu është një nga anviset që ruan traditën ndërviciane, e cila përgatit kulaçin kur ka dasma në fshat. Mua si Vasillu më kanë ardhur të tërë ata që ishin për të martuar dhe u kanë bërë kulaç. Nuk e bëj të gjitha anviset. Tani unë e kam bërë gjithmonë. Dhe në Athina që kanë ardhur mu janë lutur do na bësh dhe neve një kulaç si ato të bukura që bën. Dhe unë e bëj me gjithë gëzimin e shpirtit se është për të uruar për jetën e të rinjve. Megjithatë, specialistë të ndryshëm të folklorit, por edhe në fushën e kulinarisë, janë të mendimin se duhet punuar më shumë me brezin e ri për ruajtjen, kultivimin dhe përgatitjen e riteve tradicionale të zonës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.